Ishte një mëngjes i zakonshëm pranvere në lagjen Liria, një lagje e qetë, ku të gjithë njihnin njëri tjetrin. Jetesa atje kishte një ritëm të ngadalshëm dhe njerëzit kalonin ditët me thjeshtësi. Në shtëpinë me tulla të kuqe, buzë rrugicës së dytë, banonte një burr i quajtur Adrian dhe gruaja e tij, Nora. Një çift që duke i lumtur nga jashtë, me 5 vite martesë dhe një dashuri që kishte lindur në bankat e universitetit. Adriani ishte burr me trup të gjatë, sy blu dhe flokë të errët. Një njeri i qetë, i përkushtuar dhe mbi të gjitha, krenar për vlerat që mbante. Nora ishte mësuese e letërsisë në shkollën e mesme të qytetit. Një grua elegante, me fjalë të ëmbla dhe një buzëqeshje që nuk humbiste kurrë, pas shumë përpjekjesh, më në fund ajo ngeli 7 zënë. Gëzimi i tyre nuk nite kufi. Adrianit ju mbushën syt me lot kur mësoi se do të bëhej baba. Ai nisi të ndërtonte një krevat për fëmijën me duart e tij, ndërsa Nora shfletonte libra për nënat e reja. 2. Ditëlindja që solli habi, dita e lindjes erdhi. Në sallën e maternitetit, Nora solli në jetë një djalë të shëndetshëm. Por që në momentin e parë, diçka nuk shkonte. Foshnja kishte lëkurë të errët, shumë më të errët se çdo shqiptar. Sy të mëdhenj kafe dhe flokë kaçurela të dendur. Infermierja e ktheu kokën nga Nora me habi. Por nuk foli. Kur Adriani hyri në dhomë dhe pa djalin, e ndjeu që diçka nuk ishte siç priste, sytë e tij u mbushën me hutim. Shikoi Norën, pastaj djalin, pastaj përsëri Norën. Një heshtje e ftohtë pushtoi dhomën. Nora. Djali. Është. Ai ndaloi, si i gozhduar në vend. Po, Adri. E di çfarë mendon. E kam parë dhe unë. Tha ajo me zë të dridhur, është i zi, Nora. Shtoi ai ngadalë, nuk e di si. Tha ajo, por fytyra i kishte marrë ngjyrë të bardhë si letra. 3. Heshtja që ngriti stuhi, kur dolën nga spitali, fjala u përhap shpejt në lagje. Fëmia ishte ndryshe. Dikush thoshte se ishte birsuar në fshehtësi. Të tjerë fshiheshin pas dritareve dhe thurnin hipoteza. Por të gjithë e dinin, ky djalë nuk mund të ishte biologjikisht i Adrianit. Adriani nuk foli. Ai e mbajti fëmijën në krah, e ushqeu, e ndëroi, e ledhatoi. Djalin e quajtën Aron. Fqinjet flisnin në heshtje, por kur Adriani dilte në rrugë me karrocën, të gjithë përshëndesnin, por me një buzëqeshje që s'ishte e njëjtë më. Në shtëpi, heshtja ishte bërë e zakonshme. Nora rinte më shumë në dhomë, ndërsa Adriani rinte me djalin. Nuk bërtiste. Nuk mallkonte. Nuk pyeste. Vetëm rinte dhe e shikonte. 4. E vërteta del në dritë një pasdite, ndërsa dielli perëndonte ngadalë, Nora nuk duroi më. Adri, më lejo të flas. Më duhet ta them. Ai uli librin që kishte në dorë dhe pa sytë e saj. Ishte një udhëtim pune në Milano, para 2 vitesh. Një konferencë letrare. Piva më shumë se ç'duhej. Në një darkë, njoha një koleg nga Nigeria. Ishte një mbrëmje. Vetëm një. Kam qarë çdo natë më pas. Nuk të thash asnjëherë. Por se harrova kurrë atë çfarë bëra. Adriani nuk foli për disa çaste. Zemra e tij po i rrite fort. E kishte menduar. E kishte parandier. Por kishte shpresuar që mos të ishte e vërtetë, dhe ti më le të ëndërroja çdo natë, të ndërtoja krevatin, të bëja plane. Tha ai më në fund, me një zë të ulët por të prerë, po, sepse doja që ti ta doje fëmijën. Dhe ti e doje. Adriani u ngrit. Mori djalin në krah. Ky është djali im. Nuk më intereson çfarë ngjyre ka. Është fëmia që kam rritur që në frymën e parë. E ndjej që është i imi. Në zemër. Dhe zemra nuk gënjen. Nora shpërtheu në lot. 5. Shoqëria përballë paragjykimit. Në muajt në vazhdim, paragjykimet u shtuan. Në park, në dyqan, në rrugë, gjithmonë kishte një sy që shikonte, një gojë që gërhiste, një fjalë që shpërndahej. Në lagje, disa miq u zhdukën. Ftesat për dreka nuk vinin më.
Disa fëmijë nuk donin të luanin me Aronin. Adriani i mësoi djalit të ecë me kokën lart. I tregoi se bota nuk është gjithmonë e drejtë, por dashuria nuk matet me ngjyrën e lëkurës. I lexonte çdo natë libra për heronj, për njerëz që sfiduan shoqërinë dhe fituan me mirësi. 6. Nëna e Adrianit. Kur nëna e Adrianit e pa për herë të parë nipin, ngriti vetullat. Ajo ishte një grua e vjetër, e rritur në kohë të tjera. Shikoi djalin, pastaj djalin e saj. Ky nuk është i yti, bir. Mos më thuaj që do ta mbash. Pas gjithçkaje, mami, unë e kam mbajtur që në ditën e parë. Dhe do ta mbaj gjithë jetën, po njerëzit le të flasin. Unë nuk rris fëmijë për të kënaqur fjalët e të tjerëve. Nëna u ndal. Më pas ju afrua dhe i preku faqen Aronit. Ai qeshi dhe ia zgjati duart. Gruaja e moshuar nuk foli më. 7. Kur rritesh i ndryshëm, Aroni u rrit. Ishte i mençur, i ndjeshëm dhe me një kuriozitet të pashuar. Në klas, pyetjet e tij ishin gjithmonë të thella. Por shpesh ai kthehej në shtëpi me sy të skuqur. Baba, pse më thoni adoptuar? Sepse nuk e kuptojnë dashurinë, bir. Dhe kur njerëzit nuk kuptojnë diçka, ndihen të frikësuar. Ti mos u frikëso. Je krenar për atë që je. Në adoleshencë, Aroni e kuptoi të vërtetën. E lexoi në sytë e nënës, në faqet e vjetra të një ditari. Në fillim u thye. Por kur shkoi të përballej me Adrianin, ai e priti me buzëqeshje. E di që nuk je nga gjaku im. Por çdo kujtim i bukur që ke, çdo përqafim, çdo net pa gjumë, ishin të mijat. Dhe zemra ime, ajo që të ka dashur më shumë se çdo gjë, është e jotja për jetë. Aroni u përqafua me të. E qau si fëmijë. E quajti baba për herë të parë me plot kuptimin e fjalës. 8. Djaloshi që frymëzoi një qytet, vitet kaluan. Aroni u bë një nga studentët më të mirë në shkollë. U diplomua me nota të shkëlqyera dhe u pranua në një universitet të njohur për shkenca politike. Zgjodhi të studiojë marrëdhënie ndërkombëtare, me ëndrrën për t'i treguar botës se identiteti nuk përcaktohet nga raca, por nga dashuria që merr. Kur u kthye në qytet për një fjalim në shkollën ku kishte studiuar, gjithë qyteti ishte mbledhur në sallë. Ndoshta nuk i ngjaj babait tim në pamje, tha ai përpara të gjithëve, por ai më mësoi se çfarë do të thotë të jesh njeri. Ai më mësoi se dashuria nuk ka kufi. Dhe për këtë, ai është heroi im. Adriani qau mes turmës. 9. Fundi që nuk është fund. Sot, Aroni është i rritur. Ka punuar në organizata ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit dhe është kthyer në qytetin e tij për të hapur një qendër për fëmijët e marginalizuar. Adriani është plakur. Por çdo ditë e kalon në kopsht me mbesën e tij, të cilën Aroni e ka quajtur Nora, dhe qyteti? Qyteti më në fund kuptoi, njerëzit nisën ta shohin Adrianin me sy ndryshe. Si një burr që zgjodhi dashurinë përballë turpit. Si një baba që nuk u ndal te ngjyra, por te zemra.